Shumica e medias në atë kohë, jo analezve, kanë qenë kritik për arsye të ndryshme se s'janë pajtuar me vetëvendosjen. Vetëvendosja nuk ka kontraktu, po flas në periudhën për cilën ju po folni, opozitarizëm ja bo dikush për asaj, e ka bo vetë opozitarizmi. Tjetër gjë është që ajo histori është kry dhe tani jemi në një vetëvendosje tjetër, një vetëvendosje në pushtet. Kritika ime o dikun tjetër. Politika nuk është biznes. Po nuk pajtohem me këtë që sa pojtë. Nuk pajtohesh? Jo, me këtë të vetëvendosjes. Realisht vetëvendosje kanë ndjekur agjendën e mediave. Prej pikave të Ban Ki-moonit deri tek secili skandal që është zbuluar nga koha ditore, të nesërmen është bërë kauzë lëvizjes vetëvendosje, me aksione, me protesta dhe me gjithçka tjetër. Përbes nuk është. Prezenca nëpër studio televizive ka qenë sikur sot e PSD-s. Nuk po duat humbi kohë, nuk është e vërtet fare, ka pas vetë të tërë që s'kemi qenë në media. Vetëvendosja ka nisë vitin 2005. 2018-19, kur vetëm ka ardhë, është rritur, po flasë për... Nga 2018 nuk jam vetëvendosje. 2017-2016. Nuk isha humbur kohën për vetëvendosjen. Ajo është çështje kryme për mua. Tani ajo... Jo, se për mua shumë e rëndësishme kjo. Sepse kur mundohesh me thonë që ka ndryshuar sjellja e studiove televizive, kjo për mua është e padrejtë. Kjo përbes, nashta për shkak se ti e i përfshim çdo natë në emisione dhe do këtë pej që je gazetari njëjtë. Po vetëm jam pej 2005, po të kuptoj. E di saktësisht si kanë qenë mediat në secilin periudhë. Po nëse gjen ndaj qytetar, edhe këta kameramanet që i kemi këtu, që nuk e kupton dallimin substancial që i ka ndodhur medias në Kosovë. Prej rrit, ju e dini, ka pas një emision prime time. Fakt Albinin, kur e patëm këtu në nulsën tënde, që kjo ke vrejtja kryesore Albinit, ta ka ndryshu media në Kosovë. Kjo nuk do me thonë kur shumë po përshtatësh në kritikën në raport me media. Kjo nuk do me thonë kur gjo, sepse... Ta ka kalu në opinion bërje gazetaria, tha, nuk është më hulumtim. Unë nuk jam përse kundër Albin Kurtit. Unë jam kundër Albin Kurtit për çështjet për cilat dallojmë substancialisht. Unë e kom kuptu që një pjesë e njerëzve kanë mendu që kritika e PSD-s ka qenë për çështjet e inatit, për çështjet që janë nda, edhe të tjera. Niko ka mendu që jemi pjesë në agjende opozitare, pastaj janë nisë me akuzu edhe mediat, edhe partitë opozitare që jemi pjesë e një dëshire për të rritur Albin Kurti, për të zvoglu opozita, thutis që dëshira e PSD-s i përcakton mendjet dhe vullnetet e qytetarëve që me votu. Këtu janë të paqëndrueshme dhe të parëndësishme. Le të flasim në nivel të argumenteve. Studiot televizive në kuptimin e plan programit kanë rru pej studiove që ka qenë një emision prime time një herë një javë, pastaj u bën 2 herë një javë, pastaj u bën 3 herë një javë, tani është 4 herë një javë, në periudhë fushata bëhet edhe 7 herë një javë. Dinamika u shtu. Analistat janë shtu. Nuk ka pas numër të njëjtë analistave në për studio në vitet paraprake. Kanë qenë 22 televizione me analista. Dhe ky nuk është problemi i Kosovës, edhe një herë po e përsëris. Ka qenë RTK, Nisë Nishi, ka qenë KTV, ka qenë Klan Kosova, pasaj KTV-ja nuk ka pas. Pasaj që është ba, Rubikoni ka qenë në KTV, tradicionalisht. Edhe s'ka pas analista të rregullt. Ka pas mësafer si pas çështje. Më stupim po për këtë çështje. Thelbi është diku tjetër. Nuk bëhet politika si biznes. Politika pikë pari është ide. Zgjedhjet LDK dhe PDK nuk i kanë humbur në dhjetorin e 2025. I kanë humbur në vitin 2021. Dhe unë te kem folë shpesh, po nuk jemi pajtu. Ka njëherë po, ka njëherë